Zuar vitin e ri 2015, një vit që jam shpresë plot se do ta hapim më në fund me mbledhjen e kthimit të dy qeverive, të Shqipërisë dhe të Kosovës, për të parë se ku jemi me dosjet e bashkimit të rrugëve tona drejt ardhmes dhe për të punuar me shumë më tepër vedi dhe cilësi në mënyrë që ky moment i madh të mos na iki pa i marrë maksimumin dhe në mënyrë që së bashku të jemi jo vetëm faktor nxitës për quarin përpara të procesit të paqes në rajon, por të jemi faktor me autoritet dhe të respektuar për ta bërë Bashkimin Evropian që të kthej plotësisht kokën nga ne si shqiptar dhe si rajon dhe të ndahet një orë më parë nga frika e madhe që e ka mbërthyer dhe që shprehet në formën e lodhjes nga zgjerimi, siç e thon ata, pa e kuptuar dot akoma dhe duhet t'i ndihmojmë që ta kuptojnë se në Ballkan ne kërcënohemi nga lodhja nga durimi. Dhe ne shqiptarët e dimë ndoshta më mirë se kushdo tjetër se çdo të thotë kur ballkanasit lodhen nga durimi. Dhe atëherë s'ka më bashkësi ndërkombëtare që i fut prap në vath për të bashkëtuar me njëri tjetrin si delet urta.